Për 26 vite me radhë, përjetimet e tyre i mbajten brenda. Dy burrat e dhunuar seksualisht pas rrëfimit publik të Ramadan Ishurit për dhunën që i ishte bërë gjatë luftës, vendosën ta thyejnë heshtjen. Tmerrin të cilin e përjetuan ata e ndan edhe me një nga qendrat e riabilitimit të viktimave të dhunës seksuale në Drejnas. Detaje për këtë dha drejtoresha e qendrës kosovare për riabilitimin e të mbijetuarve të torturës, Feride Rushiti. Janë dy burra që janë lajmëruar në organizatën bashkëpunëtorin tonë në Drenas, mirë po ka dhe shumë tjerë që na kanë kontaktu, burrat e kanë shumë vështirë. Edhe kur kanë ardhur në organizatë këtu na përballë kemi parkun, domethënë ku jemi stacionuar si organizatë. Shumë nga ata na kanë thonë që kemi qëndruar ka një vjet 2 në park tulën veç me observu kush po hin organizatë. Rushiti tregoi se si Ramadan Ishori mori guximin që historinë e tij ta shpalos jashtë mureve të kësaj qendre. Pas një përgatitje intenzive, qoftë me te, qoftë me anëtarët e familjes, ne vendosëm që pikërisht me 14 prill ditën memoriale për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës, historia e tij të mos jetë e time, po të jetë një kërkesë për drejtësi, një krizë për shpresë, një triumf për guxim, edhe në atë formë ti më fuqizoj edhe zëra të tjerë të cilët ende jetojnë në errësirë dhe nuk e kanë guximin për të kërkuar ndihmë. Nga janari këtij viti e deri në fillim të majit, 74 persona kanë aplikuar në Komisionin Qeveritar për t'u njohur statusi të dhunuarve seksual gjatë luftës. Në periudhën kohore janar 2025 deri 8 maj 2025 kemi pranuar gjithsej 74 aplikacione. Aplikacionet pranohen të mbyllura dhe nuk mund të bëjmë ndarje gjinore para se të trajtohen ato. Në periudhën e lartcekur, komisioni ka trajtuar 127 aplikacione, nga to 55 raste janë aprovuar, 51 femra dhe 4 meshkuj, dhe 19 raste janë refuzuar, 15 femra dhe 4 meshkuj. Sipas të dhënave të këtij komisioni, që nga fillimi i procesit me 5 shkurt 2018 e deri me tani, janë dorëzuar gjithsej 2253 aplikacione. Nga to, statusin e viktimes së dhunës seksuale kanë fituar gjithsej 1775 persona, nga ta 167 femra dhe 100 meshkuj, ndërsa 346 kërkesa janë refuzuar, nga to 293 femra dhe 53 meshkuj.